Uji kishte rrjedhur gjithmonë aty, në atë kanal që banorët e fshatit e quanin përoj i vjetër. Nuk ishte përoj i frikshëm, as i thellë në pamje të parë. Një vi ujë qetë që kalonte buzë rrugës së ngushtë të fshatit, duke mbajtur një zhurmë të butë që ngjante me përshpëritjen e erës. Por në pranverë, kur reshje zmadhoheshin dhe kodrat lëshonin gjithçka kishin mbi shpina, ai përoj i vogël shndërrohej në një rrjedh të egër, të padukshme në rrezikshëm që merrte me vete deg, dhe siç do të ndodhte atë ditë, edhe një makinë. Arjan Dervishi, një djalë 25 vjeçar, ecte në anë të rrugës me duart në xhepa, ndërsa manteli i holl tërhiqte pikla shiu që Savinin e bëheshin më të dendura. Kishte dalë për të marrë frymë, siç bënte shpesh kur përpiqej të kthjellonte mendjen. E pasditja e asaj të mërkure duke e zakonshme, shiu rrete ulta, era që vinte nga lugina e që sillte aromë dheu. Por rutina mori fund me një krismë. Arjani ngriti kokën me një herë. Dëgjoi një trokitje të rënd metali që godet ujë. Pastaj diçka që u shkun nën sipërfaqe. Hapat i ndaluan. Për një çast gjithçka u bë e heshtur, përveç përojë që vazhdonte vrapin e vet të verbër. Pastaj krisma u përsërit, një lloj gërvishtje hekuri dhe një thirrje e mbytur. Arjani u kthye dhe zgjati vështrimin në përshkuret që rrethonin kanalin. Në fillim nuk pas gjë, por më pas një harku të shkurtër druri të rënë, dalloi ngjyrën blu të errët të një makine të përmbysur, kapakun e saj të zhytur në ujë. Rrotat akoma lëviznin ngadalë, sikur kërkonin të kapeshin pas sipërfaqes së rrjedhës. O Zot, përshpëriti ai. Trupi i lëvizi para se mendja të arrinte ta kuptonte se çfarë po ndodhte. Vrapoi drejt kanalit, duke kapërcyer baltën dhe gurët, ndërsa uji filloi t'i godiste këmbët me forcë. Sa më shumë afrohej, aq më qartë dëgjonte një zë të dridhur brenda makinës. Ndim dikush, ishte zëri një njeriu të moshuar, i lodhur, i ngjirur nga paniku. Arjani u zhyti deri te gjunjët dhe ndjeu ftohtësinë therse që i ngriu muskujt për një çast. Por nuk u ndal. E dinte se sekondat ishin çmimi i frymës së dikujt. Rrjedha ishte më e fortë se sa dukej dhe makina ishte pozicionuar keq, pothuajse në një kënd që premtonte vetëm fundosje të plotë. Zoti im, mos u dorëzo. Bërtiti Arjani. I moshuari brenda lëvizi, sikur kërkonte dritë në errësirë. Uji kishte arritur tashmë gjysmën e xhamit të dritares, dhe shiu që binte papushim vetëm e shtonte rrezikun. Arjani e dinte që duhej të vepronte shpejt. Ai u përkul dhe u mundua të hapte derën e makinës, por rrjedha dhe pozicioni i shtrembër e bën të pamundur. Uji e shtynte derën si një mur i gjallë. Dritarja, mendoi ai. Vendosi duart mbi xhamin e lagur, të ftohtë. E shtyu, por dritarja as nuk u drodh. Zëri i njeriut brenda u bë edhe më i mpakur. Jam i bllokuar, nuk lëviz dot. Arjani mblodhi frymë, ndezi gjithë forcën e trupit dhe goditi xhamin me bërryl. Uji ja përplasi trupin, por ai vazhdoi. Një herë, dy herë, tre. Në goditjen e pestë, xhami u qa në mënyrë të pabarabart dhe një shtjell uji shpërtheu jashtë, duke e goditur drejte në fytyrë. I mbante syt me vështirësi, por nuk ndaloi. Fut brenda duart dhe zgjati gishtat që dridheshin nga të ftohtit. Më jep dorën. Bërtiti ai. Në fillim nuk pati përgjigje. Pastaj një dorë e venitur, e rrudur, e lagur dhe e dridhur u shtri nga brenda. Arjani e kapi fort. Rrjedha e ujit u përpoq tindante, sikur përoj vetë kërkonte ta merrte atë jetë me vete. Të kam, tha Arjani me dhëmbët e shtrënguar. U përpoq ta tërhiqte, por njeriu i moshuar ishte i ngecur. Ndoshta rripi i sigurimit, ose ndoshta këmbët i kishin ngecur në panel. Pamundësia për t'u liruar e rriste panikun të dy. Uji po ngjitej shpejt. Arjani nxori dorën tjetër dhe futi trupin deri në gjoks brenda makinës, duke anashkaluar degët e forta që rrjedha po i sillte rreth këmbëve. Kërkoi me duar rripin, po ishte i bllokuar. Ju desh ta këpuste. Mba frymën edhe pak. Pasi më shumë se një minutë u mundua me rripin, më në fund ai u çlirua. Trupi të moshuarit u lëshua përpara, me njëherë i kapur nga Arjani. Lëvizën së bashku, por tani uji u bë edhe më i ashpër, duke u përplasur mbi ta me forcë. Arjani mezi gjeti ekuilibrin te gurët e rëshitshëm. E ndjeu trupin e tij të lëkundej, sikur pritnin që të dy të rëshisnin nën sipërfaqe. Ec me mua. I thirri ai të moshuari, por i moshuari mezi lëvizte. Ai dridhej pa kontroll, fytyra e tij e zbet ishte aq afër sa Arjani mund ta shihte frikën e pastër në sytë e tij. Si quhesh? Pyeti Arjani duke e tërhequr drejt bregut. Ilir. Ilir Kodra, murmuriti ai. Mirë Ilir.
Më dëgjo, do të nxjerr që këtu. Mbahe pas meje. Çdo hap ishte një luftë më vete. Uji godiste fort, gurët lëviznin në këmbët e Arianit, ndërsa duart e tij, të mpira nga të ftohtit, mezi mbanin peshën e të moshuarit. Në një moment u rëshit, por me një shkundje të gjithave arrinte të mbahej te një rënje e dal nga toka. Kur më në fund u afruan te bregu, Ariani përdori gjithë forcën që i kishte mbetur për ta ngritur Ilirin mbi barin e lagësh. Vetu gremisi pas tij, i lodhur, i lagur deri në palc, duke marrë frymë me zhurmë. Iliri kollitej pa pushim, uji i dilte nga goja dhe nga hundët. Ariani i dha një goditje të lehtë në shpinë, derisa të moshuarit ju kthye frymëmarrja. Faleminderit, tha Iliri me zë të dobët, duke mbajtur gjoksi me duar. Po të mos ishe ti unë, do të isha mbytur. Ariani tunte kokën, akoma i tronditur nga gjithçka që ndodhi. Ishte koha, tha ai thjesht. Rastësia që unë isha aty. Jo, bir, Iliri ngriti kokën ngadalë, sytë i kishin mbetur të përqendruar në fytyrën e Arianit. Nuk është rastësi kur dikush të shpëton jetën. Era fryu lehtë mbi të dy. Shiu po pushonte, sikur qielli më në fund po merrte frymë me ta. Ariani u ngrit dhe i dha dorën Ilirit që të ngrihej. I moshuari mezi u qua në këmbë, por nuk e lëshoi dorën e djalit për disa sekonda të gjata. Do të duhet të njoftojmë dik, ndoshta policinë, ambulancën, tha Ariani duke marrë frymë thellë. Po, hoi Iliri. Por më parë dua të di emrin tënd. Ariani buzëqeshi lehtë, ndonse akoma i tronditur. Arian Dervishi. Iliri përsëriti ngadalë. Arian, do të ta mbaj mend emrin për aq kohë sa kam para. Ariani mendoi se kjo ishte thjesht fjala e një njeriu të moshuar që sapo i kishte shpëtuar jeta. Por nuk e dinte se ajo ditë, ai akti vetëm, do ta lidhte jetën e tij me të Ilirit në mënyra që nuk mund t'i parashikonte. Dhe as që imagjinonte se ajo që dukej si një rastësi heroike, ishte vetëm fillimi i një historie shumë më të ndërlikuar. Ariani dhe Iliri ecën ngadalë drejt rrugës kryesore. Të dy ishin ende të lagur, të mbushur baltë, dhe secili ndiqte hapin e tjetrit pa folur. Ajri i ftohtë ju sillte rrotull si një mjegull lodhjeje. Tingulli monoton i përojt, që vetëm pak minuta më parë ishte një kërcënim, tani duke i zbutur, po thua i pafajshëm. Ariani hodhi syt nga makina e Ilirit, e cila tani ishte zhytur pothuajse tërësisht. Vetëm një pjesë e kofanos së prishur ishte e dukshme në rrjedhën që e godiste pa mëshirë. Mendja e tij shkonte vazhdimisht te fakti se sa pranë ishte ai njeri të humbte jetën. Si ndodhi? Pyeti Ariani më në fund, duke e mbajtur krahun e Ilirit mbi supe. Peng, tha i moshuari me zë të mekur. Rrota rëshiti dhe mu ersuan syt nga uji i shiut. U kujtova vetëm kur makina ra, dhe pastaj nuk kishte më asgjë për t'u kapur. Fjalët i dridheshin. Ndoshta nga të ftohtit, ndoshta nga kujtimi i frikshëm që mezi po e linte pas. Kur arritën te rruga, Ariani nxori telefonin, të mbuluar nga pika uji. Fatmirësisht funksionoi. Thiri urgjencën dhe dha koordinatat e përafërta. Do të vim brenda 10 minutash, tha ai. Iliri po rinte mbështetur te një gur i madh anës rrugës. Frymëmarrja e tij ishte stabilizuar, por trupi i dridhej sërish. Arian, tha ai duke ngritur kokën ngadalë. Duhet ta dish se unë nuk kam askën tjetër. Djali ngriti vetullat. Çfarë do të thot kjo? Dua të them, Iliri fshiu fytyrën me dorë si të kërkonte të shpërndante një hije. Nuk kam familje që të vijë pas meje. Jam vetëm. Ariana nuk foli me njëherë. Kishte një lloj dhimbjeje të heshtur në zërin e tij. Një boshllëk që nuk ishte krijuar sot, por vite më parë. Nuk duhet të jesh vetëm, tha më në fund Ariani. Iliri buzëqeshi hidhur. Të gjithë ikin në fund, kështu ka ndodhur me mua. Gruan e humba 5 vjet më parë. Djali, ai ndaloi për një çast ndërsa fytyra ju shua, s'dua të flas për të. Ariani e kuptoi menjëherë se ajo ishte një plagë që nuk duhej prekur. Mjafton që sot nuk ishe vetëm, tha ai me një ton që nuk e njihte as vetë se nga i dilte. Iliri e vështroi për disa sekonda të gjata, sikur po lexonte në fytyrën e tij diçka të rëndësishme. Ndoshta një gjurmë humanizmi të pastër, që njerëzit shpesh e humbnin me kalimin e viteve. Dëgjoheshin sirena në largësi. Zhurma vinte duke u afruar me ritëm të qetë të saktë. Ariani qëndroi në këmbë. Iliri, sado i lodhur, u përpoq të ngrihej dhe u mbajt pas dorës së tij. Do të çojnë në spital për kontroll, i tha Ariani. Thjesht për siguri. Po, mbase kështu duhet. Ndërsa ambulanca ndaloi pranë tyre, 2 mjek zbritën me shpejtësi.
duke sjell me vete ngrohtësinë e një bote më të sistemuar. Njëri prej tyre ju afrua Ilirit. "Çfarë kemi këtu?" pyeti. "Rënje me makinë në kanal," tha Ariani. Uji ishte i thellë, ai u bllokua brenda. Mjeku pa Ilirin me një sy profesional. Pastaj Ariani me një sy falenderues. "Ti e nxorre." "Po, mirë ke bërë. Ke shpëtuar një jetë sot." Ariani ndjeu një shpim të çuditshme në gjoks. Nuk e konsideronte veten hero. Për të, ishte thjesht ajo që çdo kush duhej të bënte. Por mënyra si e tha mjeku e preku. Pitali filloi të zbrazet rreth mbrëmjes. Dritat e korridoreve u bën më të zbehta, mjekët vraponin më rrallë, dhe aroma antiseptike u përhap edhe më thellë në ajër. Iliri ishte vendosur në një dhomë të qetë, dritarja e së cilës shikonte nga parkingu dhe një pemë vjetër ulliri që dukej sikur po ruante gjithçka. Ariani mbeti aty për pothuaj një orë, duke kontrolluar herë pas here telefonin, por syt I kthenin shpesh drejt të moshuarit. Kishte diçka te prania e tij që e tërhiqte. Një lloj qetësie, si histori të vjetra që nuk kishte kush t'i tregonte. Kur mjeku I shërbimit u kthye në dhomë, Ariani u ngrit në këmbë. "Si duket?" pyeti ai, duke treguar me kokë nga Iliri. "Fatmirësisht mirë," tha mjeku. "Nuk ka thyerje, nuk ka dëmtime të brendshme. Do të qëndroj vetëm një natë për mbikëqyrje për shkak të hipotermisë. Të nesërmen mund të lirohet." Ariani lëshoi një frym lehtësimi, që ndoshta nuk e kishte kuptuar se po e mbante. Kur mjeku doli, Iliri I bëri shenjë Arianit të afrohej. "Bir," tha ai me zërin e tij të qetë, por të rënd. "Më ke bërë shumë mirë sot, por nuk dua që roli yt të përfundoj këtu. Kam nevojë të tregoj diçka, një histori që nuk e kam darë me askënd." Ariani u ul sërish. "Mund ta thuash. Jam këtu." "Ka të bëj me djalin tim," tha Iliri duke shikuar nga dritarja. Me atë për të cilin nuk desha të flisja më herët. Ariani nuk foli, por heshtja e tij ja dha lejen Ilirit të vazhdonte. "Djali im, Arbeni ka ikur nga unë. Jo sepse deshi, por sepse unë I dhash arsye. Isha shumë I rrept, shumë kokfort, shumë krenar. Ja mbylla derën në një moment kur ai më duhej më shumë se kur. Ishte I ri, vinte me ëndra, por unë pash gabime, jo mundësi." Sytë e tij u mbushën me një lloj malli të thellë. "E kam kërkuar për vite të tëra," vazhdoi ai, "por nuk e gjeta. Ndërkohë vuajta dhe mu kthyen të gjitha gabimet si hije. Dhe sot, kur më shpëtove, më erdhi në mendje, djalin tim do doja ta shihja një herë si ty." Ariani ndjeu një therrje të fuqishme në gjoks, një lloj lëvizje të brendshme, sikur fjalët e Ilirit po prekeshin me diçka brenda tij. "Më vjen keq," tha ai me butësi, "por nuk është vonë për të kërkuar sërish." Iliri lëvizi kokën ngadalë. "Jam 74 vjeç. Kam kërkuar, bir. Vit pas viti. Ka shumë njerëz në botë dhe shumë histori që mbeten të humbura. E jotja është e pastër, unë e pash sot." Ariani u hutua pak. "Tima." "Po, e jotja," tha Iliri, duke e vështruar me një shikim të ngrohtë e gati atëror. "Më shpëtove pa më njohur. Një I huaj që më nxjerr nga vdekja, kjo është shumë më tepër se një gjest. Është karakter." Ai ngriti dorën për ta vendosur mbi dorën e Arianit. Arian tha ngadalë, duke peshuar fjalët një nga një. "Do doja të ishe pjesë e ditëve të mia që më kam mbetur." Ariani u befasua. Për një çast nuk dinte çfarë të thoshte. Nuk e njihnin njëri tjetrin më shumë se pak orë, por ndjesia ishte e thellë, si një lidhje që ishte shkruar diku më parë. "Mendo për të," shtoi Iliri. "Nuk dua përgjigje sot." Infermierja hyri në dhomë në atë moment, me një dosje në dorë. "E Ilir, do t'ju sjellim çaj të ngrohtë dhe një batanie tjetër. Duhet të pushoni." Ariani u ngrit. "Do të kthehem nesër," I tha Ilirit. "Po të pres," ju përgjigji moshuari. Ariani doli nga spitali me hapa të ngadalë. Ajri I natës e përshëndeti me një të ftohtë të mpret, por e qartësoi mendjen. Rruga deri te makina I duket e gjatë, sikur mendimet e tij po I rëndonin këmbët. Pse po I prekte kaq shumë kjo histori? Pse ndjente kaq afër njeriun që sapo kishte takuar? Kur ul në makinën e tij, ndezi motorin dhe kapi timonin për disa sekonda pa lëvizur. Më pas, ndërsa lëvizte dritat e bordit, vuri re diçka që I ngriu gjakun. Te sedilja e pasme në dy sheme ishte një vul dokumentesh, e padepërtueshme dhe e vjetër. Nuk ishte e tija. Ariani e mori me kujdes. Ishte një dosje vogël e vjetër me ngjyrë kafe, e mbuluar nga balta e spitalit. Me shumë mundësi, duhej t'i kishte rënë Ilirit nga xhepi kur e kishte ndihmuar më herët.
E hapi. Brenda kishte një letër të verdhuar e shkruar me dorë, një fotografi e vjetër bardhë e zi e një djali 4-5 vjeç, dhe një certifikat të lindjeje të viteve 90. Kur syt i ran mbi emrin e certifikatës i ngrirë. Emri i kaluar me makinë shkrimi ishte Arjan Ilir Kodra. Ai u mbështet pas sediljes. Fjala Kodra mbi emri i Ilirit. Një rrymë e ftohtë i përshkoi të gjithë trupin. Letra brenda dosjes u hap vet nga lëvizja e dorës së tij të dridhur. Ishte një letër e shkruar nga një grua, me një shkrim të rumbullakosur që fillonte me Ilir, nëse po lexon këtë letër, dije që unë s'kam forcë të shpjegoj çdo gjë ball për ball. Arjani nuk e mbaroi së lexuari. E mbylli dosjen me një lëvizje të ashpër. Frymëmarrja i u ndrydh. Zemra i rrihte si e çmendur. Mundësia ishte e frikshme e pamundur dhe megjithatë aq logjike. Doli nga makina me dosjen në dorë. Ajri i natës tani duke i rënd. Hapi disa herë gojen për të marrë frymë. Ndenji ashtu për disa minuta i humbur në mendime. Para se të ngjitej përsëri në makinë, duhej të fliste me Ilirin. Jo nesër, sot, sepse nëse ajo që po mendonte ishte e vërtet, Arjani mund të mos kishte shpëtuar një të huaj, mund të kishte shpëtuar baban e tij. Rrjedha e lumit ishte qetësuar pas tuhisë një natë më parë, por në ajrin e ftohtë të mëngjesit, Dori ende ndjente aromën e dheut të lagur dhe barit të shkelur, sikur natyra kishte kujtesën e saj të veçantë për atë ç'dodhi. Ai u zgjua herët, para se dielli të ngjitej mbi vargmalet që rrethonin fshatin. Nuk kishte fjetur thuajse fare. Pamja e makinës së përmbysur, krismat e hekurit, uji që përplasej si kafshë e egër dhe fytyra e trembur e të moshuarit i shpërthenin në mendje në përval të çrregullta, të cilas të linin të merrje frymë. Për herë të parë, ai e ndjeu fjalën hero të rënd. Shumë më të rënd se makina që tërhiqej nga kanali me vinçin e emergjencës natën e shkuar. Shtriu këmbët, veshi një bluzë të trashë dhe doli jashtë shtëpisë. Qielli ishte i pastër, por në horizont mbante akoma një nuancë gri, sikur stuhia nuk ishte dorëzuar plotësisht. Në obor gjyshi i tij, bardhyli, po priste dru. U zgjove herët sot, tha i moshuari pa kthyer kokën, por me një buzëqeshje që e njihte vetëm ai që e shihte çdo ditë. Dori afroi duart drejt zjarrit të vogël që gjyshi kishte ndezur për ngrohje. Flakët e portokallta pasqyroheshin në fytyrën e tij të lodhur. Nuk mund të flija. Mendoja për gjithçka ndodhi, u përgjigja ai. Bardhyli ndaloi së preri. E vendosi sapatën ngadalë në tokë, si njeri që ndjen se fjala është më e rëndësishme në ato çaste se çdo punë. Djalë, ka gjëra në jetë që s'mund t'i mbyllësh brenda natës. Duan kohën e tyre, por ajo që bëre, ajo s'harrohet. Dori u uli sy. Nuk ndihesha hero, gjysh. Thjesht, më dukej sikur duhet të veproja. E pikërisht kjo të bën hero, tha Bardhyli me ton të butë. Jo fama, jo duart trokitjet. Ai që vepron kur të tjerët ngrin nga frika, ai është. Por Dori nuk ja ktheu dot një buzëqeshje. Diçka nuk i linte qetësi. E ndjente se çështja nuk mbaronte me shpëtimin e një njeriu. Kishte diçka më shumë, diçka që i vlonte në brendësi dhe që kërkonte do e mos të sqarohej.